Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar një qëndrim të banorëve gjatë momentit kur natën e mbrëmshme Jozit, më falni gjestit, i erdhi droni. Pse përmenda Jozin? Ishte Jozi po pikërisht ky që reagoi në mënyrë të heshtur me banorët për ta injoruar gjestin. Në momentin kur erdhi droni, gjesti nuk ka asnjë lloj informacioni nga jashtë. Ju e dini shumë mirë këtë gjën sepse nga Big Brotheri në Big Brother, do me thënë, ka qenë më ndryshe loja në Big Brother Kosovën, më ndryshe në Big Brother Shqipërinë, nuk e ka patur këtë famë, nuk e ka patur këtë popularitet, nuk e ka patur këtë interesim kaq të madh të publikut, do me thënë ka qenë krejtësisht gjithçka ndryshe. Edhe pse banorët amendsojnë që gjesti e ka studiuar lojën, por mua nuk më duket e studiuar për faktin sepse ju e dini shumë bukur kur gjesti ka dalë nga Big Brother Kosova, në sa ora ka qenë, kur e mori gjesti celularin, kur e studioi gjesti lojën, do me thënë gjesti me njëherë sa po doli për pak orë të shkurtra mbëriti në Shqipëri dhe në orën 12 të darkës, do me thënë akoma pa u bërë 24 orë, gjesti u bë pjesë e Big Brother VIP Albania, gjë e cila ndodhen për herë të parë në një reality show. Jozi, gjatë kohës kur mbrëm i erdhi droni gjesti, do me thënë nuk ishte nga këto dronat me fluturues e tjerë, ishte kështu droni thjesht, do me thënë qytetarët tashmë vetë po investojnë në këtë gjë, sepse Top Channel-i ka ndaluar parashutistët që të jenë pjesë e Big Brotherit për të çuar drona. Jozi u mundua nga xhelozia që ka ndaj gjestit në këtë pikë të lojës gjithmonë, u mundua të ironizon duke quajtur që gjesti ja pas ka kaluar edhe Donald Trumpit. Për klikime, gjesti ja pas ka kaluar Donald Trumpit. Në atë mes ishte Valbona, ishte Danja, ishte Loredana, të cilat po qeshnin dhe e pash që banorët nuk e pritën fare mirë këtë momentin, nuk e pritën me fare dashuri. I vetmi banor që në këtë moment shkoi ta përqafon gjestin, apo t'i qëndron pranë në këtë gëzimin e tij, në këtë manifestimin shpirtëror që gjesti po bënte, ishte Aldo. Aldo me shumë krenari shkoi dhe e përqafoi gjestin duke i thënë që të lumt, bravo, ke arritje shumë të mëdha, do me thënë arritje qëllimin tënd. Kjo ra në sytë të gjithëve, u dukte këtë gjithë dhe të gjithë filluan duke komentuar Aldon si një personazh i cili vrapon pas interesit. Tani, në këtë pikë të lojës, gjesti dhe Jozi kanë treguar shumë afërsi, edhe pse kanë zënë kanë në shtëpi, edhe pse kanë debate, edhe pse kanë diskutime mes njëri tjetrit, por në fund të ditës ato të dy këndojnë, ato të dy vallëzojnë, ato të dy bëjnë adrenalin, japin kënaqësi, por xhelozia brenda shpirtit, do me thënë nga ana e Jozit nuk shuhet fare, e shikon gjithmonë gjestin me një sy të urrejtjes, sikur banorët do duan ta nxjerrin dhe e shohin si të tepërt në këtë format. Kjo pjesa, ky momenti është bërë shumë viral në rrjetin social TikTok dhe e quajta të detyruar në fakt ta komentoj sepse ka shumë video që ndoshta publiku edhe nuk i sheh dhe do me thënë i ikin dhe normalisht që komentohen tepër. Dhe për këtë gjë dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju rikthimin edhe raportin që Jozi ka ndërtuar me gjestin duke ditur për plasjen që ato kanë patur? E shikoni si një raport i sinqert dhe indikuar nga momenti i cili duhet mirë kuptuar sepse dhe Jozi është në një izolim që ka një qëllim të vetin edhe pse pati dalje dhe u rikthye përsëri, apo është thjesht një fytyrë, një maskë që Jozi e di se çfarë po ndodhen jashtë dhe në asnjë mënyrë nuk dëshiron që të del keq në raport me gjestin. Dua të marr mendimin tuaj për këtë qëndrim dhe dua të më jepni komentin tuaj në raport mes Jozit edhe gjestit.